Sinjalizimi starton kjo përballje në Hajvali. Këtë dalje nga Djatha. Goditja tani shkon jashtë. Erdin Dushi. Kërcënimi parë. Se mjaft i vëmendshëm tani pasimi për te Zila. Brenda zonës Zila goditja. Ka pritur Avdi Metaj. Minuta 28. Një rast i mirë shënimi për Zila. Topi mirë Beqiri, brenda zonës. Shikon vendodhen e bashkëtarëve, shërben mirë në zonë, goditja tani. Ka pritur Avdi Metaj. Rasti më i mirë në këtë ndeshje. Minuta parë shtesë. Zila, s'ka faul edhe në këtë moment. Shansi tani në qendër 1-0. Realizon Trepqa 89. Minuta e 50, Gentrit Bislimi. Ka disa pretendime nga skuadra Prishtinës së Re për një faul në ndërtimin e këtij aksioni, por për momentin goli është i vlefshëm. Mjaft i bukur finalizimi nga Gentrit Bislimi. U kishe ka marrë sërish i vetëm e portierin brenda zonës, goditja ka pritur Avdi Metaj. Sa afër golit të dytë, por nuk po arrin të reagoj fare Prishtina Re. Ende mbetet rrezikshëm përpara Trepqa 89. Pasimi në zonë, Zila, goditja 2-0. Minuta 81, duke se kjo mund tjetë goditja finale për Prishtinën e Re. Realizon Martin Zila. Ishte një lloj penalltie këtu për sulmuesin ganez, aq të lirë lan dhe Zila ndëshkon skuadrën e Prishtinës së Re. 0-2 në kampin nacional në Hajvali. Udhëheq skuadra nga Mitrovica. Shojmë edhe njerë momentin, gjithçka nisi nga një top që nuk u largua mirë nga Çlirim Avdulli. Këtu mbyllet sfida në Hajvali, fiton Trepqa 89.